Jam Gjergjenika, antar I Këshillit Bashkiak nga opozita. Unë të them drejtën nuk e dija që pesheshin e reformës administrative territoriale e kishim nga zoti Çuçi në 2014, më kishte dalë nga mendja. Por këtu nuk është ideja si organizohet reforma. Problemi është që edhe nëse do ta kishim bërë tamam në 2015 që ka qenë e gabuar, sepse është një reformë politike, ne e prishim rrugës. Ose më saktë ju e prishni rrugës partia në pushtet. Sepse si shtat ju zoti Mazniku, ju I dhat në 2014-15 bashkive u dhat 20 kompetenca të reja. Nga ato 20 kompetenca të reja, në gjithë to vite ju ja keni hequr bashkive kompetencat. Në radhë parë një herë, bashkitë duhet të decentralizohen brenda vetes. Reforma e 2015 ka dështuar sepse kishte në zanafillën e vet, kishte kostot, kishte edhe afër shërbimin më afër qytetarëve dhe uljen e kostove. Asnjëra nuk ka ndodhur. Shërbimet janë shumë lart qytetarëve, kostot janë rritur baramendse. Ajo që ju thatë për pjesën e pagave ka qenë 73%, 72%, po t'i futemi lojrave me përqindje, normalisht dalin lojra, nuk dalin përqindjet, sepse unë sa herë që në çdo mbledhje të projekt buxhetit diskutoj që pagat vën 50%, ju thoni mesatarja 43, Bashkia e Vlorës thotë 34, kështu që nuk jemi në atë ritëm. Për sa I përket pjesës që ju thatë që Komisioni Evropian ka nxjerrë një rezolutë që përgëzon këtë reformë administrativo-territoriale dhe kjo reformë duhet përgatitur në një mënyrë tillë që në 2030 t'i përshtatet edhe pjesës së Bashkimit Evropian. Unë ju sugjeroj që rezolutën e Komisionit Evropian ta lexoni përtej rreshtave ose atyre dy rreshtave. Mund ta lexoni edhe që korrupsioni, çështja Balluku e pengon Shqipërinë për të shkuar në Europë në 2013 dhe duhet bëj një rol më të fortë kundër korrupsionit, 2030, po. Ideja është këtu që për sa I përket bashkitë duhet të decentralizohen, jo të centralizohen. Në këto 10 vite ju keni centralizuar gjithçka. Ashtu si tha edhe zoti Dhuli, ne kemi votuar bashkinë që edhe ujësjellësi të jetë pjesë e bashkisë, edhe policia bashkiake që në informacionet e mia kam informacion që do I kaloj Ministrisë së Rendit, edhe pjesa e landfillit do jetë në funksion të bashkisë, do t'i kaloj pjesës tjetër, kështu që duhet decentralizuar. Nga 373 I bët 61. I bët për arsye politike, shumë mirë I kemi diskutuar shumë herë, por ajo që unë do sugjeroja të paktën për pjesën e bashkisë së Vlorës, duke qenë që jam dhe ekspert, unë mendoj që Vlora duhet ndahet në 3 bashki. Bashkia e Vlorës të jetë një bashki urbane, e cila përket mban Vlorën, mban dhe Orikumin dhe pjesën e turizmit, duke qenë një bashki e fokusuar te turizmi, por edhe te pjesa urbane. Të jetë një bashki agro-rurale e cila mund të përqendrojë shumë mirë në zonën e Novoselës, duke përmbledhur dhe pjesën e Novoselës, duke qenë një bashki tjetër dhe Bashkia e Selenicës në asnjë moment nuk duhet bërë xhep I bashkisë Vlorës. Bashkia e Selenicës duhet forcuar. Bashkia e Selenicës duhet forcuar, duhet fokusuar te pjesa e industrisë që ka pjesën minerare, duhet fokusuar te energjia dhe te bujqësia kufizuar. Kështu që kjo do ishte mënyrë më e mirë e ndarjes, në mënyrë që të ulim kostot, më lejohet 1 minutë duke qenë që nuk ka ndonjë problem. Okej. Nëse them gjëra me vlerë nuk ka problem. Nëse flas broçkulla pastaj është pjesë tjetër. Kështu që mendoj. Ju lutem, duhet ta përmbyllni. Okej. Atëherë mendoj që reforma territoriale administrative duhet bërë një reformë ekonomike dhe të lihet pjesa politike jashtë. Në qoftë se I futemi pjesës politike, përsëri do dështojmë. Ne bëjmë reforma shumë herë sepse dështojmë. Fakti që ne I përsërisim reformat janë pjesë e dështimit. Ju faleminderit.